Horoskopi ditor e premte 16 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit 16 maj 2025. Dashi, sot është një ditë për vetë reflektim dhe planifikim strategjik. Fal shtrirjes midis Marsit dhe Jupiterit. Nivelet tuaja të energjisë janë të larta dhe kjo është koha e përsosur për të menduar idetë që keni marrë në konsiderat. Në marrëdhënie del qartësia, e cila mund të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të fundit. Në punë merrni iniciativë, por ecni me kujdes për të shmangur mbi ngarkesën e kolegëve tuaj. Financiarisht, është e mençur të rishikoni buxhetet ose shpenzimet e kaluara për të siguruar stabilitet. Ekuilibri emocional është çelësi sot. Prandaj angazhohuni në aktivitete që ju sjellin gëzim, siç është një hobi ose ushtrimi preferuar. Intuita juaj është veçanërisht e fortë tani, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për të planifikuar sipërmarrjet e ardhshme. Shfrytëzoni shtysën tuaj të brendshme dhe përqendrohuni në qëllimet afatgjata. Ky shtrirje qiellore ju inkurajon të kërkoni aventurë, por edhe kujdes. Ekuilibroni spontanitetin me konsiderat të kujdesshme për të përfituar sa më shumë nga mundësitë. Sonte, shijoni shoqërinë të dashurve për të rimbushur entuziazmin dhe entuziazmin tuaj për jetën. Horoskopi ditor i Demit 16 maj 2025. Demi, ndërsa Venusi harmonizohet me Saturnin, do të përjetoni një ditë të qetë, por produktive. Marrëdhëniet janë të theksuara, me një mundësi për lidhje të thellë me të dashurit. Është një kohë e mirë për të shprehur ndjenjat dhe për të ndrequr çdo përçarje. Profesionalisht, durimi dhe këmbëngulja shpërblehen ndërsa projektet tuaja fillojnë të tregojnë rezultate premtuese. Shmangni shpenzimet impulsive. Në vend të kësaj, përqendrohuni në sigurinë financiare afatgjatë. Praktikat meditative dhe të mbështetjes do t'ju ndihmojnë në ruajtjen e qetësisë mendore me stresorëve të përditshëm. Idetë krijuese janë të bollshme tani, prandaj gjeni kohë për të eksploruar anën tuaj artistike. Natyra juaj pragmatike ju shërben mirë në çështjet e shëndetit, duke çuar në ndryshime pozitive në stilin e jetës. Shoqërisht, ju gjeni kënaqësi në mbledhje të qeta dhe intime mbi ngjarje më të mëdha. Përdoreni këtë kohë për të rigjallëruar dhe harmonizuar mjedisin tuaj, duke u kënaqur me kënaqësi të thjeshta. Në mbrëmje, relaksohuni me një libër ose film që frymëzon dhe qetëson shisat tuaja, duke ju mbajtur të bazuar në momentin e tanishëm dhe optimist për të ardhmen. Horoskopi ditor i Binjakëve 16 maj 2025. Binjakët, ndikimi i Merkurit në një pozicion harmonik sugjeron që komunikimi është tema kryesore e ditës suaj. Karizma juaj natyrore bën që çdo bisedë të rrihet pa mundim, duke hapur dyert për marrëdhënie personale dhe profesionale. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të rilidhur me miqtë e vjetër ose për të lidhur me rrjetin për avancim në karrierë. Kurioziteti juaj ju çon të eksploroni hobi ose fusha të reja interesi, duke zgjeruar bazën tuaj të njohurive. Financiarisht, një qasje kujdesshme do t'ju shërbejë mirë. Prandaj merrni në konsiderat të gjitha këndvështrimet para se të bëni investime. Mos u shmangni nga eksplorimi i pikpamjeve të reja, pasi kjo do ta pasurojë ndjeshëm perspektivën tuaj. Rritja personale është në agjendë. Pranoni çdo sfidë si një trampolin drejt qëllimeve tuaja. Ushtrimet fizike do të ndihmojnë në kanalizimin e energjisë suaj të shqetësuar, duke rritur qartësinë tuaj mendore. Ndërsa bie nata, kaloni pak kohë cilësore duke reflektuar mbi ditën tuaj, duke vendosur qëllime për nesër. Sigurohuni që të mbani një ekuilibër midis punës dhe relaksimit për të ruajtur ekuilibrin tuaj dinamik. Horoskopi ditor i Gafores 16 maj 2025. Gafore, sot ndikimi i hënës sjell emocione të larta, duke ofruar një mundësi për vetanalizë dhe për të kuptuar nevojat tuaja të brendshme. Kjo ditë është e favorshme për të kultivuar marrëdhënie të ngushta. Besoni intuitës suaj në zgjidhjen e shqetësimeve familjare ose të partnerit. Profesionalisht, empatia juaj mund të shërbejë si një aset, duke rritur punën në grup dhe përpjekjet bashkëpunuese. Kini kujdes nga shpenzimet e tepërta për blerje emocionale. Krijoni një buxhet që përputhet më mirë me aspiratat afatgjata. Mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj mjedisit. Prandaj kërkoni ndikime qetësuese si shëtitjet në natyrë ose meditimi. Kreativiteti është i lartë, duke e bërë këtë një kohë të përsosur për shprehje artistike. Energjia astrale ju inkurajon të përqendroheni në kujdesin për veten dhe zhvillimin shpirtëror, duke ushqyer mendjen, trupin dhe shpirtin tuaj. Në rrethet shoqërore, mençuria juaj kërkohet, por mos harroni të vendosni kufi aty ku është e nevojshme.
Në mbrëmje, krijoni një atmosferë paqësore në shtëpi për të çlodhur dhe për të rigjallëruar shpirtin tuaj, duke siguruar stabilitet për ditët në vijim. Horoskopi ditor i Luanit, 16 maj 2025. Luani, me diellin që formon një aspekt të dobishëm me Uranin, prisni të papriturën sot. Ky ndikim paralajmëron ide frymëzuese dhe ndoshta një ndryshim të papritur në perspektivë. Cilësitë tuaja natyrore të leadershipit shkëlqejnë në mjediset e grupit, duke ju pozicionuar për të frymëzuar të tjerët. Në dashuri, spontaniteti mund të çojë në surpriza të këndshme. Prandaj jeni të hapur ndaj planeve spontane. Financiarisht, është një ditë për inovacion. Merrni në konsiderat teknika të reja për menaxhimin ose rritjen e burimeve tuaja. Reflektoni mbi rrugën tuaj të karrierës, pasi njohuritë e papritura mund të çojnë në vendime transformuese. Pasionet janë të larta, duke fuqizuar projektet për të cilat jeni të apasionuar. Ekziston një shpërthim energjie krijuese që kërkon shprehje. Zhytuni në aktivitete që shfaqin talentet tuaja unike. Një qasje ndërgjegjshme ndaj mirëqenies suaj do ta mbajë stresin larg. Shfrytëzoni energjitë e gjalla duke u angazhuar në aktivitete të kohës së lirë që lejojnë fëmijën tuaj të brendshëm të endet i lirë. Ndërsa dita mbyllet, relaksohuni dhe festoni arritjet tuaja, duke përgatitur skenën për suksesin e ardhshëm. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 16 maj 2025. Virgjëresha, me ndikimin e fortë të Merkurit sot, shkathësia mendore do të jetë një forcë kyçe për të shfrytëzuar. Menaxhimi i detyrave është i lehtë, duke e bërë këtë një ditë me produktivitet të lartë. Aftësitë tuaja analitike janë të rritura, duke ju lejuar të zgjidhni çështje komplekse me saktësi. Në marrëdhënie, komunikimi praktik ka përcjell çdo boshllëk, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Është një ditë e favorshme për trajtimin e çështjeve financiare. Shqyrtoni detajet për të zbuluar mundësi të fshehura. Përvetësoni një mentalitet fleksibël, pasi ngjarjet e paparashikuara mund të kërkojnë rregullime të shpejta. Sa i përket shëndetit, integrimi një diete të ekuilibruar dhe ushtrimeve të rregullta në jetën tuaj të përditshme do të kontribuojë pozitivisht në mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë intelektin tuaj, të tilla si lojëra mendore ose lexim, për të kënaqur kuriozitetin tuaj. Në aspektin shoqëror, natyra juaj e dobishme ju bën të dashur për të tjerët, ndërsa vetanaliza ndihmon në rritjen personale. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, angazhohuni në rutina të kujdesit për veten që nxisin relaksimin, duke vendosur tonin për një përfundim të qetë të një dite produktive. Horoskopi ditor i Peshores, 16 maj 2025. Peshorja, sot fokusi është në harmonizimin e jetës suaj personale dhe profesionale, ndërsa Venusi rrit sharmin dhe aftësitë tuaja negociuese. Jeni në një pozicion ideal për të ndërmjetësuar konfliktet ose për të siguruar marrëveshje që kërkojnë diplomaci. Marrëdhëniet lulëzojnë nën këtë ndikim, duke lejuar lidhje më të thella me ata përreth jush. Financiarisht, ekuilibri është thelbësor. Merrni në konsiderat rivlerësimin e shpenzimeve tuaja për të përshtatur me qëllimet tuaja afatgjata. Zbuloni rrugë të reja krijuese ose kënaquni me artin dhe muzikën për të ushqyer ndjeshmëritë tuaja estetike. Mos harroni të jepni përparësi kujdesit për vete mes agjendës suaj të ngjeshur, duke ruajtur ekuilibrin e brendshëm përmes praktikave të vetëdijshme. Përpjekjet e lidhura me punën nxiren në pa dhe aftësia juaj e lindur për të bashkëpunuar shkëlqen, duke ndihmuar në arritjen e objektivave kryesore. Ndërveprimet shoqërore sjellin gëzim, me potencialin për shkëmbime kuptimplote që mund të ofrojnë njohuri të reja. Ndërsa bie nata, kënaquni me kohën e qetë ose meditimin për të rimbushur, duke reflektuar mbi arritjet e ditës dhe duke vendosur qëllime për rritje dhe ekuilibër të vazhdueshëm personal. Horoskopi ditor i Akrepit, 16 maj 2025. Akrepi, sot Marsi ju jep energji qëllimeve tuaja, duke ju dhënë shtysën për të ndjekur ambicjet me këmbëngulje. Shfrytëzojeni këtë energji duke i kushtuar kohë projekteve që kërkojnë fokus dhe vendosmëri. Bisedat e thella zbulojnë të vërteta të fshehura, duke ofruar qartësi në marrëdhëniet personale. Profesionalisht, vendime strategjike mund të sjellin përfitime afatgjata. Prandaj besoni instinkteve tuaja kur eksploroni mundësi të reja. Financiarisht, tani është një kohë e mirë për të rishikuar planet afatgjata dhe për të përshtatur sipas nevojës për sigurinë në të ardhmen. Intensiteti emocional mund të rritet. Kanalizoni këtë pasion në mënyrë krijuese dhe jo në mënyrë konfrontuese. Natyra juaj hetuese shërben mirë në zbulimin e informacionit të rëndësishëm, qoftë në përpjekjet personale apo në eksplorimin e karrierës.
Jepini përparësi shëndetit duke përfshirë aktivitete fizike, duke lehtësuar stresin dhe duke mbajtur nivelet e energjisë të larta. Angazhohuni në praktika restauruese si meditimi për të ruajtur ekuilibrin emocional. Ndërsa vjen mbrëmja, rivlerësoni objektivat tuaja, duke u siguruar që ato përputhen me dëshirat tuaja më të thella, dhe duke u përgatitur për të vepruar me vendosmëri kur lindi mundësi. Horoskopi ditor i shigjetarit, 16 maj 2025. Shigjetari, ndikimi bamirës i Jupiterit shkëlqen në ditën tuaj, duke sjell optimizëm dhe etje për aventurë. Përqafoni mundësitë për udhëtime ose të mësuar që zgjerojnë horizontet tuaja. Në marrëdhënie, një qasje e lehtë forcon lidhjet e miqësisë, ndërsa transparenca forcon lidhjet romantike. Profesionalisht, ju keni larg pamësinë për të parashikuar mundësi të guximshme në të ardhmen, duke ju udhëhequr zgjedhjet e karrierës drejt shtigjeve përmbushëse. Financiarisht, merrni në konsiderat mënyra për të zgjeruar burimet tuaja, por mbani nën kontroll shpenzimet impulsive. Kurioziteti juaj natyror çon në zbulimin e hobi ose interesave të reja, duke pasuruar rritjen personale. Njohuritë filozofike mund të ndikojnë thellësisht në perspektivën tuaj, duke frymëzuar kreativitetin dhe inovacionin. Angazhohuni në aktivitete fizike që ofrojnë gëzim dhe energji, duke rritur shpirtin tuaj dinamik. Ndërsa bie nata, reflektoni mbi përvojat e ditës dhe merrni në konsiderat mënyra për të ndërthurur mençurinë e re në planet tuaja të ardhshme. Nderoni nevojën tuaj për liri dhe eksplorim, duke siguruar një ekuilibër midis ëndrave me sy hapur dhe ndjekjeve praktike, gjë që siguron prosperitet dhe përmbushje. Horoskopi ditor i Bricjapit 16 maj 2025. Bricjapi, me ndikimin tokëzues të Saturnit, sot është ideale për të përqendruar në çështje praktike dhe për të vendosur qëllime afatgjata. Natyra juaj e disiplinuar ndihmon në përballimin e projekteve që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve dhe këmbëngulje. Në marrëdhëniet personale, besnikëria dhe angazhimi juaj vlerësohen thellësisht, duke nxitur besimin dhe mirëkuptimin. Profesionalisht, përparimi qëndrueshëm bëhet përmes planifikimit metodik dhe vendosmërisë. Financiarisht, ju inkurajoheni të rishikoni investimet dhe strategjitë e kursimit, duke i parafruar ato me aspiratat tuaja të ardhshme për siguri dhe rritje. Balanconi punën me kohën personale për të shmangur lodhjen. Merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete që ju rigjallërojnë shpirtin. Qasja juaj e thjesht mund të tërheqë mundësi për mentorim ose role udhëheqëse. Përqafoni ide inovative që mund të përmirësojnë produktivitetin dhe efikasitetin. Në aspektin shoqëror, mençuria juaj është e kërkuar, por mos harroni të jepni përparësi kohës së lirë për vetanalizë dhe relaksim. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi arritjet dhe përsosni strategjitë që ilustrojnë ambicjet tuaja, duke hapur rrugën për sukses të vazhdueshëm. Horoskopi ditor i Ujorit, 16 maj 2025. Ujori, sot sjell njohuri të papritura ndërsa Urani stimulon anën tuaj krijuese. Përqafoni shprehjet spontane të ideve tuaja inovative si në punë ashtu edhe në jetën personale. Bashkëpunimi është qelësi tani. Perspektiva juaj unike i shton vlerë projekteve në grup, duke quar në përparime. Në dashuri, një takim i papritur mund të thellojë lidhjet ekzistuese ose të ndezë një lidhje të re. Financiarisht, qëndroni të hapur ndaj mundësive të pazakonta për investime, por ruani një ekuilibër midis rrezikut dhe sigurisë. Shpirti juaj humanitar lulëzon në ndikimet aktuale astrale, duke inkurajuar pjesëmarrjen në kauza që rezonojnë me vlerat tuaja. Rritja personale shpaloset përmes ushtrimeve mendore ose studimeve të reja, duke zgjeruar botkuptimin tuaj. Interesat teknologjike mund të zbulojnë zgjidhje për problemet e mbetura. Ndërsa dita shndërrohet në natë, angazhohuni me miqt ose grupet e komunitetit, duke shkëmbyer ide që frymëzojnë përpjekjet e ardhshme. Jepini përparësi relaksimit me praktikat e vetëdijes, duke u siguruar që shpirti juaj krijues të mbetet i gjallë dhe i gatshëm të përqafojë çdo surprizë që universi ju dhuron më pas. Horoskopi ditor i Peshqve, 16 maj 2025. Peshqit, Neptuni rrit vetëdijen tuaj intuitive sot, duke ju lejuar të lundroni në rrymat emocionale me qartësi dhe hir. Në marrëdhënie, empatia juaj forcon lidhjet, duke nxitur biseda të thella dhe mirëkuptim të përbashkët. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime, veçanërisht në fushat krijuese. Financiarisht, është një shans për të vendosur kufi dhe për të siguruar burimet tuaja, duke marrë parasysh aspiratat e ardhshme. Imagjinata juaj është në kulmin e saj,
duke ofruar frymëzim të gjallë që mund të kanalizohet në projekte artistike ose personale. Vendosja e një rutine që ushen si mendjen ashtu edhe trupin do të mbështesë mirëqenien e përgjithshme. Momentet e qeta në natyrë ose meditimi sjellin paqe dhe rivendosin ekuilibrin mes kërkesave të jetës së përditshme. Shoqërisht, natyra juaj e dhëmshur tërheq të tjerët drejt jush, duke forcuar miqësitë. Ndërsa mbrëmja bie, zhytuni në praktikat shpirtërore ose poezinë që qetësojnë shpirtin tuaj. Reflektoni mbi ëndrat dhe aspiratat, duke lejuar që energjia e qetë e ditës të udhëheqë udhëtimin tuaj drejt përmbushjes personale dhe harmonisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.